Policia e shtetit ka intensifikuar aksionet në qarkun e Shkodrës duke zbuluar dhe asgjësuar gjithsej 19.739 fidan me bimë të dyshuara kanabis sativa në kuadër të operacionit policor të koduar Koordinata. Operacioni është zhvilluar në terrene të vështira dhe shpesh të paarritshme me mbështetjen e informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, si dhe në bashkëpunim ndërmjet disa komisariateve të policive në qarqe të ndryshme. Në njësinë administrative Shal, Pult, Postrib dhe Gurizi, forcat e Komisariatit të Policisë Shkodër kanë asgjësuar 201 fidan dhe 651 bimë të dyshuara narkotike. Në lidhje me këto raste, janë proceduar penalisht në gjendje të lirë kryetari i fshatit Kir dhe roja i mjedisit të njësisë, të dy të dyshuar për vepra penale të shpërdorimit të detyrës dhe moskallëzim të krimit. Në vijim të operacionit në zonat e Shllakut dhe Temalit, forcat e Komisariatit të Policisë Vau Idejës është gjetur dhe asgjësuar 893 fidan kanabis dhe 16.700 bimë narkotike, të cilat ishin kultivuar në parcela të vogla dhe të kamufluara mirë me spyesh. Gjithashtu, në territorin e njësisë administrative që rreth forcat e Komisariatit të Policisë Puk, kanë asgjësuar 1050 bimë narkotike, ndërsa në njësinë Bal, në Fusharrës janë gjetur dhe asgjësuar 174 bimë narkotike kanabis sativa. Në zonën e Shkrelit brenda territorit të Bashkisë së Malësisë së Madhe janë zbuluar dhe shkatëruar 70 bimë të dyshuara si kanabis sativa në një sipërfaqe të izoluar dhe të pyllëzuar. Policia e shtetit ka njoftuar se operacioni Koordinata do të vijojë pa ndërprerje në të gjithë territorin e vendit duke përdorur teknologji të avancuar si dron, imazhe satelitore dhe mjete të tjera të mbikëqyrjes ajrore me qëllim intensifikimin në kohë reale të çdo tentative për kultivimin e bimëve narkotike.